Mirëmbrëma shqiptarët e mi ku do qini. Pa. Mirëmbrëma televizori më cne. Zoti madh. Doli që keqe. Mirëmbrëma shtrimi kritik. Mirëmbrëma zoti kryeministër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma kam 2 miliard klikime. Sa kere? Edhe 2 miliard. Un jam organizatori protestës. I protestës? Po pse nuk futesh në protesta? Pse nuk më lejojnë. Ka ndalë ca si kërpudhje aty, si kromidhje. Edhe më thonë muan që jemi një organizator, po unë i di shumë mirë. I kam parë me satelite, edhe di shumë mirë që ata janë të shitur tramës. Hajde që këtu. Janë tramës e të berishës. Se që ndroj do të kem, se kam që më në 10 rrim kem ndalë protesta. Afro. Edhe ata duan nuk të më lejojnë mua të futem mes protestuzve. Po pse se kush lejo ty? Jo, ata, jo ti. Edhe ata nuk më thonë mua nuk lejohesh të futesh, nuk lejohesh me makinë. Me makinë, po s'lejohet makinë aty. Po, me qartë vete me helikopter si pas mendjes tende. Të thonë i hipën portët pa u bërë mirë kryeministë. Po ik në këmbë, në këmbë. Po, në këmbë. Në këmbë ajo është turp, të vete unë në këmbë. Po ka qenë në 10-ën. Se unë jam kryeministër, e do thonë po qy, se qa është qy. Po mira, ti e ke organizuar të takon të marrësh pjesë në protestën që ke organizuar ti. Po se mos vetëm këtë protest kam organizuar unë. Ke organizuar tjera? Të tëra protestat unë i kam berë. Protest në armëve kimike ku shë ngriti Sali Berishën nga sheshi, që i thash unë i kandej. Armëve kimike? Po si shte, që i ku Berishën që do të të vinde aty? Që i ku Berisha unë e ngrita. Ti e ngrite? Unë e ngrita, kapa për dore, i thash qou, a ju qua, edhe iku. Edhe popli fitoj. E kështu do ftoj edhe tani se ka Amerikën me vete. Po protest tjetër qa ke organizuar? Unë kam organizuar të protestat, kam parikartë të përgatitur jashtë. Qa ke më? Parikartët. I kam përgatitur jashtë. Rujeni, kontrolozionin. Rudolf, kontrolozionin. Edhe unë kam organizuar të tërë, edhe pavarësinë e Shqipërisë unë organizova. Si organizove? Unë i thash Ismail Qemalit, i preva biletën online, e i thash hipja Pamporit. Aja hipi avullores, 36. erdi në Vlorë, je në Vlorë unë mora një grup nga këta polifonikrit. Ismaili këshu, a? Mora një trap me qërë. Lërgoheni. Mora një trap me qëra, 35 euro dita. Atere? Pa here, po si. Eve qa për pasaj, Ismail Qemalit. I hipën trapit, vajtëm Vlorë, ngrim flamurin. E ngritët, a? Në Nasulmon të Greku e Sërbi. Në trapit ngritët. E në ngrim flamurin. Po, për ta qëndisur, ti e qëndisa, po? Unë i thash Marigos qëndise, i thash unë to veç të ka ju, a ishte flamur, mbaj e lartë se mbu shejtani. Ishte flamur 2-2. I thash unë do veç në kancelaria, to ta stampoq. Atere, Po, edhe vajtja jo në ngrit flamurin. Skënderbeun kush e solli nga Turqia? Ti e solla? Unë e solla. Si e solla? Unë u vesha si lypës, vajta në Turqi, vajta me këshu me viz falco. Atere? Ulla atje dhe këndova një keng. Qa thua? I këngë të Ibrahim të atlises. Tek në bashkë me të kurdin e vogël. Ata aramam që është aje, apo s'ka lidhje. Helikopter. A është të arkani do jo tjera. Kujdes. Rri perimetrin. Edhe ku di që është perimetri, fa ja kështu zonën. Shif t'i vërda. I meter për burr. Pa. Edhe këndova unë ai erdhi tha si e ka titullin qo kenga se s'kishte Shazam here. Edhe unë i thash titullin e kengës, pastaj shkela syrin. E i thash të viç në Shqipëri, të bëhet shprinc. I dhe Skënderbeu. Edhe ajo herdi. Edhe muin dhe Halilin unë i bera diva. Qarmo? Qa i bëre? U ben diva të fort. Se herdi plaku muj dhe Halilit. E tha kam djem pa pun, qartë bel. I thashun to veshte bjeshte namuna. I tho i ropte motret ka muj pa pun. Po, kishte muj pa pun. Edhe i thashun to ti ushqeq me kjo mëshgjiri.
E ata pinë gjumëllqirit. Jo me formulë, Jo me formulë. Po, s'kishte formulë atëherë, apo kishte? Edhe u bërë tamam. Kur ke sot e kësaj dite punoj në Amerikë, kam pizzeri. Kur ka pasken Gjergje Lezalia, kur e plagosi bajlozi që zuni shtratin ky sillte ilaçe nga Amerika. Ilaçe bio. Ilaçe të bëra vetë. Jo alçi që kishte këtu, se s'ka pas shnetësi atëherë. Vetë fjalë bare shumë vitesh. Unë i një atër doktorët. Po, mirë Mua shumë më mirë. rrinin. Edhe bajlozin unë e ndoqa. Si e ndoqa? Po se fola me... Ruj. Raji, gigi, ko. Apo, s'polosni. Bukvedia. Edhe iku balozi. O, valla, i të kesh të bodyguarda. Luftën e Vlorës kush e beri? Kush e bëri më? Unë e bera. Jo, re. Po pini me selamin, edhe erdi një talan me top. I thash unë o selam lëshohu se na vran, i thash na ashtu se atë. O selam he. Po, tha, është e vërtet. Giancarlo. Po. Edhe qartë bej, i thash unë hidhju topit nga gryka. Edhe ai u hap kështu, i doli topin nga gryka. Ka qenë mitë se hoje im duket. Edhe micin unë ashtu. Unë i thash dhe micit. Po, Enver Hoxhën kush e hodhi na sheshi atje? Kush e hodhi? Unë e hodha. Po jo, se ishin Ja. studentët tani ishin tërë protestuesve Pa, në Tiranës. Studentët unë i nxoran shesh. Si e nxorën? Ata dolën si kërpudhje mbas meje. Ata vajten me një zis e një 20-30 burra s'pa triqnin dot. Ja, U thashon ruju, ka po të rishni më. Zizin. bustin e Enverit. Bursi. I thashon ruju, e pështolla një 3-4 herë për dore, Aha. Ke e, bryj. e tërhoqa kështu, e përfshiva në tokë. Qa thua? Direkt, me tek goditje. Një me. Me të tërheqje, dhe, jo. Me treqe, Po Se ka unë qenë di peshkatar, stile, se apo? unë kam qenë në Amerikë. Ah. Jam 8.000 vjetë shqiptar. O, vdisha. Jo, thash mos ka qenë dhe te plagu dhe deti që të rriqa dhe peshkun e madh dhe kishe... Unë isha peshka qeni. Ka qenë dhe ke shpella piratëve. Po, Ore. unë e hapa shpellën. Petro Marko, Silla Fajzan që ka qenë, vëdhi historinë shkruaj libër. Ashtu është. Ato janë të ditura të tëra, të shkruajtura shumë shpejt, ju do Pa, shihni pa. do hapëm arkivat. Po, arkivat? Po. Hapi presar. Kështu që i bëj thirrje Aha. policisë së shtetit, policisë bashkiake, DEAS, Ah. Nurijes, Vedrijes të vinë të tëra në shesh, urgentisht, nëpërmjet televizorit tuaj. Kujdes, se po Po, mirë. afrojnë grupi. Inshallah. Grupi si grupi. Jo. Kujdes, kapi atë, rudol. Qite. Qite nga kratë. Qite ne, qite. Hadi, rudol. Rudol, rudol. Në shtio,